Seanca e dytë në themel ndaj ish-presidentit Ilir Meta u dominua nga deklaratat e prokurorit të SPAK-ut, i cili i lexoi në sallën e gjyqit prova nga dosja hetimore për aferën Çezdia, lobimet e LSI-s në SBA dhe marrëdhëniet e Metës e Monika Kryemadhit me biznesmenin Ardian Shatku dhe ish administratorin e Dias Kastrioti Ismailaj. Gjatë paraqitjes së provave, prokurori deklaroi se hetimet kanë evidentuar komunikime intensive mes Ilir Metës dhe Kastrioti Ismailajt. Meta ka pranuar se e njeh Kastrioti Ismailajn, ka mesazhe intensive. Meta në vitin 2009 i ka çuar SMS dhe i ka shkruar dua 200, deklaroi prokurori i SPAK në sallën e gjyqit. Sipas akuzës, Meta dhe Kryemadhi kanë ndërhyrë për interesa të biznesmenit Ardian Shatku në sektorin e fibrave optike dhe në çështjen Çezdia. Meta e Kryemadhi kanë marrë përsipër të ushtrojnë presion për çështjen Çezdia që kompania e Ardian Shatku të futet në treg. Ka komunikime të vazhdueshme, takim të Metës në Marok dhe SBA. Për fibrat, Shatku ka pasur interes për të ushtruar veprimtarinë për shtrimin e fibrave në Shqipëri, tha prokurori. SPAK pretendon se çifti Meta Kryemadhi ka ushtruar ndikime edhe në institucione shtetërore për të favorizuar kompaninë e Shatkut. Monika dhe Ilir Meta janë angazhuar për futje në treg të kompanisë së Shatkut. Ata kanë ndikuar te Haxhinasto për të nxjerrë urdhrin numër 1814 datë 20 mars 2015 për ndryshimin e urdhrit të mëparshëm për shtrirjen e fibrës, u shpreh prokurori. Në sallën e gjyqit u lexuan edhe komunikime që sipas SPAK-ut lidhen me negocimin e kontratave dhe interesat ekonomike të përfshira në këtë çështje. Kryemadhi ka shkruar Shatkut se ne duam kontratën, duke u nënkuptuar se e do edhe Meta. LSI ka bërë marrëveshje me disa kompani, duke raportuar se ajo marrëveshje zgjati 1 vit e 4 muaj, por realisht ishte vetëm 1 muaj me një kosto prej $15.000 që kaloi nga llogaria. Kryemadhi përdori $234.000 nga kartat e Ardian Shatkut, tha përfaqësuesi i akuzës. Ndërkohë mbrojtja kërkoi transmetimin live të seancës, por kërkesa u rrëzua nga gjykata me argumentin se mund krijonte presion publik dhe mediatik. Monika Kryemadhi kërkoi që seanca të ishte publike, duke deklaruar se shqiptarët duhet të shohin provat, ndërsa avokatët kundërshtuan mungesën e transmetimit, duke pretenduar se nuk ekziston bazë ligjore për ndalimin e tij. SPAK ka marrë pandehur Ilir Metën dhe Monika Kryemadhin për korrupsion, pastrim parash dhe fshije pasurie. Në proces janë të përfshirë edhe Fatime Kryemadhi, Ema Çoku dhe ish-kreu i AKP-it Piro Xhixho. Gjykata pritet vendos nëse do të pranojë kërkesat për gjykim të shkurtuar për 3 të pandehurit e tjerë.